Aktori i njohur kuban William Levy është arrestuar orët e para të mëngjesit të sotëm. Bazuar në raportimin e mediave të huaja, mësohet se aktori kuban u arrestua në Florida. Burimet thonë se 44 vjeçari është ndaluar nga policia për sjellje të pahishme. Akuzat përfshin ndehje publike, sjellje të çrregullt dhe shkelje të ligjit. Për momentin, as ish partnerja dhe as fëmijët e tij nuk kanë komentuar situatën në rrjetet sociale. Sipas një raportimi të arrestimit, 44 vjeçari ishte përfshirë në një trazir në një restorant ditën e hënë. Aktori ishte shumë i dehur dhe ka shkaktuar një trazir brenda restorantit dhe menaxheri i tij i tha që të mos kthehej, sipas raportit. Një deputet mbërriti në pronë dhe i kërkoi aktorit të largohej nga prona disa herë, por pasi ai injoroi edhe deputetin, Levy u arrestua dhe u dërgua në burg. Sa po u largua nga burgu Broward, ai bëri shaka me një mori gazetarësh përpara se t'i bënin disa pyetje. Kur e pyetën se çfarë e çoi në arrestimin e tij, ai tha se po përpiqej të prishte një debat.